Kryeministri Edi Rama ka mbledhur prej orëve të para të mëngjesit të kësaj të diele drejtuesit politik të qarqeve në vilën 31 në Tiranë. Ky takim vjen pasi kryeministri mblodhi qeverinë dhe kryesinë e Partisë Socialiste në përgatitje të garës elektorale të 11 majit. Edi Rama diskutoi me ta kandidatët e mundshëm për deputet në parlament, ndërsa ky takim kok më kok i kryeministrit me drejtuesit politik të qarqeve gjatë kësaj të diele vjen 3 ditë përpara dorëzimit të listës zyrtare pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pjesë e procesit elektoral pritet të bëhen edhe disa kryetar bashkish, të cilëve fillimisht do të duhet të japin dorëheqjen e më pas të dalin në garë. Ky proces po mbahet hermetik brenda mureve të kësaj vile qeveritare, duke ia shtuar edhe më shumë të deputetëve aktual në pritje të rikandidimit e më së shumti atyre të cilët për herë të parë aspirojnë për një vend në listë. Ndërkaq brenda Partisë Socialiste po diskutohet për një reformim të thellë nga kryeministri të grupit aktual parlamentar socialist, ku me gjas më shumë se 60% e tyre nuk do të jenë më. Kjo do të thotë se nuk do të mungojnë surprizat për të cilat shuhet kryeministri Rama. Ndërkohë, lista finale e kandidatëve të Partisë Socialiste do të shkojë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe do të jetë produkti një përzierje të shumë faktorëve dhe proceseve të nisura brenda Partisë Socialiste. Një pjesë e kandidatëve do të vinë nga grupi aktual i Partisë Socialiste, por me shumë interes pritet të zbulohet se sa prej 300 aplikantëve që kaluan fazën e parë nga platforma Deputeti që duam do të mbrin kështu në finish për të hyrë në listë. Një komponent i rëndësishëm i listës do të jenë edhe ata kandidatë të cilët do të përzgjidhen nga diaspora, të cilët Partia Socialiste gjatë 4 muajve të fundit i ka kushtuar një vëmendje maksimale. Por gjithçka do të finalizohet më 12 mars, nga ku miratimin e propozimeve do ta vullos kryesia. Për mos të rrjedhur asnjë informacion, me gjas do të jetë një mbledhje kryesie pa telefona, njësoj si ajo e 3 qershorit 2022, kur u diskutuan kandidatët për president.